Të dashur shikues, shpesh sapo na shfaqet ndonjë dhimbje koke, ndonjë temperaturë rastit apo ndonjë shqetësim tjetër, e para që na shkon ndërmend është të marrim një hap. Por a është gjithmonë kjo zgjedhja e duhur? Agran, çfarë po thon? Nuk e di, për vete përmbahem derisa derisa bëhet tepër, edhe fatmirësisht shumë rrallë mbi me përdor hapa. Po realisht e dim ç'a ndodh. E thamë edhe më herët, kemi diskutuar edhe në studion e programit të regjistrit, diskutuam edhe me Delfinën, qasja te banat është jashtëzakonisht e lehtë, sikurse secili produkt tjetër ushqimor ose secili produkt për cilin kemi nevojë. Edhe mandej njerëzit shkojnë marrin terapi, qysh jo mërmenja që është më mirë për shëndetin e tyre, ose qysh kanë dëgjuar se është trajtuar dikush, nuk e di, i familjes, ndonjë mik, ndonjë dikush i afërm i tyre. Edhe mandej këtu fillon problemi, Delfina. Po pra, se vetë mjekimi shumë shpesh ndodh te të gjithë ne, por që është goxha probleme, është një hap që nuk duhet marrë ne, është një veprim i paduhur për shëndetin tonë, dhe shpesh mund të jetë ndoshta ndonjë problem i madh që del prej sane, sesa ndonjë zgjidhje e momentit që neve mund të na duket. Mirë, edhe tash e përmendëm gjithashtu në hyrjet e programit kur e prezantuam mysafirin që e kemi në studio, që duket që ChatGPT-ja ka ndikuar shumë edhe në këtë aspekt, sepse njerëzit e kanë simptome, pyesin atë mikun e tyre më të afërt që e kanë, si më thon, 2 sekonda larg dorës tyre, edhe mandej u acakton ai terapin. Po besoj që ndodh, na tregon edhe mysafirja, që me atë terapinë e ChatGPT-s shkojnë në banatore dhe marrin atë terapinë që merrmendja është më e duhuna për ta. Laureta Berisha Kosumi, e quajmë gjerisht një mike programit, Lauret, mirëmëngjesi, Lauret. Është farmaciste edhe gjithmonë kënaqësi që ndojmë minutazh bashkë. Nësi edhe për mua. Lauret, çfarë mund të quajmë ne vetmjekim, edhe pse është kaq i përhapur? Vetmjekimi është përdorimi i barnave pa një këshill të caktuar mjekësore, pa e konsultuar profesionistin shëndetësor, ose kur nuk merret doza e caktuar e barit, ose nuk merret trajtimi për kozgjatin e duhur. Realisht pacientët mendojnë si vetmjekim, ose ndonjëherë kur ju teprojnë edhe barnat në shtëpi, i rimarrin ato barna, duke menduar se kanë sëmundjen e njëjtë, duke aluduar vetëm në simptoma. Mirë po, shpesh herë dim se, siç e përmendet në fillim, dhimbja është simptoma e parë që shtyn një pacient me marrë një terapi ose një bar. Shpesh herë dhimbja e kokës, ta zëm, mund të jetë nga lodhja, mund të jetë nga stresi, mund të jetë nga dehidrimi, dhe shpesh herë është edhe nga hipertensioni, dhe kjo mund të maskoj simptoma tjera më të rënda, të cilat gjithsesi që duhet të ndiqen nga mjeku. Në duhet drejtim ai thellë. Ku gabojmë pra? Është gabim sa që marrim kështu një bar, një hap pa konsult me profesionistin shëndetësor, apo ndonjëherë, si më thon, edhe lejohet kjo. Për një dhimbje koke mund ta pim një diçka që kemi aty në dollapat e shtëpisë. Nëse një dhimbje koke, ta zëm është dhimbje e lehtë, dhe e dim që kalon me një tabletë e tillë, e cila ekzistojnë barna të cilat miren edhe pa recetë, dhe rekomandohen edhe jipen edhe nga farmacistët pa shkuar fare te mjeku, edhe pacientët janë të njohur që mund ta marrin sipas nevojës, ta zëm paracetamolin si bar që përdoret më së tepërmi. Mirë po, në rast se simptomat e tilla vazhdojnë dhe nuk kalon dhimbja e kokës, e merr një tabletë çdo 6 ose çdo 8 orë, pastaj gjithsesi që duhet të bëhet një konsult me mjekun. Ktu kisha me ritheksu edhe të pritsen e barnave të cilat janë në shtëpi, dhe një farforme ja u japin pacientëve një siguri që e kam aty në dollap dhe mund ta ripërdor sa herë të kem një nevojë të tillë, ose sa herë kam simptomat e njëjta me një sëmundje paraprake, realisht e rimarrin një terapi të cilën ndoshta ja u ka përshkruar mjeku para 2 vitesh. Dhe ky ka ndërkohë që gjendja shëndetësore mund të ketë ndryshuar apo jo? Simptomat mund të jenë të ndryshme, për gjendje shëndetësore të ndryshme. Ta zëm ndoshta simptomat e tilla si rrjedhje hundësh, janë simptoma dhe të alergjisë, ose zënje hundësh, shpesh herë janë simptoma të alergjisë, tashme sezonale, dhe shpesh herë pacientët e kanë një antibiotik në shtëpi dhe e aludojnë që është një simptom, një infeksion, cilin ata e konstatojnë pa e konsultuar mjekun ose farmacistin. Edhe e marrin ashtu me lehtësi. Edhe e vazhdojnë, ndoshta këtu është edhe problemi se ju kanë mbet pak tableta, edhe i rimarrin ato pak tableta, ju kalon për një ditë ose 2, dhe pastaj ndoshta ajo gjendje përkeqësohet edhe më tepër. Ndoshta shpesh herë një pyetje të thjeshtë që duhet ta bëj farmacisti banatore ndaj një pacienti që e kërkon një bar për vetmjekim, mund të zgjidhë një problem shumë të madh shëndetësor. Mirë po, tani shpesh herë pacientët, nëse nuk ja u jap një bar të tillë cilin ata e kërkojnë për vetmjekim, edhe banatorja tjetër ja u jap, atëherë gjithsesi që ti
ai që nuk dëshiron ta ndihmosh pacientin përkundër që je duke e mbrojt nga përdorimi i gabuar i një bari. Për më ndërlidh me pyetjen e agroni pak më herët Lauret, a ka barnat padamshme që dikush ndoshta mund t'i marrë dhe ta qetësoj një simptom që mund ta ketë dhe pastaj nuk kanë efekte anësuese? Nëse për këtë pyetje isha përgjigj shumë shkurt, asnjë bar nuk është i padëmshëm. Çdo bar është i dëmshëm. Po edhe vitamina C ka ato efekte anësuese. Gjithsesi që barnat mund të ndërveprojnë me zveti, mund të ndërveprojnë me ushqime, mund të ndërveprojnë me barna tjera, ndoshta që pacienti as nuk tregon që i ka, që është duke i përdor, mirë po dallimi mes barit dhe helmit e dim që është e doza, kështu që gjithmonë pacientët duhet të këshillohen që ta marrin barin e duhur, në kohën e duhur, në dozën e duhur dhe në intervalin kohor të duhur. Ama njerëzit e ureta për shembull lidhen thotë, ok, gjithmonë kam pi për shembull paracetamol ose kam pi një lloj hape edhe që ja mirë, s'm ka bëu gjë. Ose ka pi dikush, e ka pi gjyshja, ka pi halla, ka pi dikush i familjes edhe shumë mirë është. Pra, thjesht a janë se domet nga këto bana kanë përshtypjen që nuk vinë, e përdore sot vjen domi nesër. Pra, a është për një periudhë afatgjatë apo jo? Domet janë për periudhë afatgjatë, dhe ndoshta shpeshherë pacientët i kemi dëgjuar ndoshta dikujt që është faq një smundje dhe thotë papritmas. Ndoshta nuk e kam vrejt që kam këtë smundje më herët. Ai vazhdimisht e ka masku smundjen e tij duke përdorur tableta barna kundër dhimbjes, se ka masku një smundje të caktuar dhe pastaj një smundje e tillë ka dalën pa. Shpeshherë të përdorimi i paracetamolit ose përdorimi i granulave, ketoprofenit, diklofenakut, nimesulidit që përdoren pa kufi si granula dhe shpeshherë pacientët i marrin 2, 3, 4 në ditë dhe thonë vetëm këtë e përdor gjatë ditës dhe nuk marrë diçka tjetër. Këto pastaj din të japin çrregullime të mëdha, din të japin probleme në stomak, probleme në veshka, probleme në mëlçi dhe pastaj kur vjen një problem i ri shëndetësor, kjo ecuri e përdorimit të barnave askush nuk merret me të, sepse veç prej atij momenti shihet problemi i tillë shëndetësor dhe nuk shikohet se ndoshta ndër vite ka përdorur një bar i cili gradualisht ja ka dëmtuar një organ. Ta zëm për shemb pacientët që marrin barna për hipertension, marrin ibuprofen, marrin diklofenak shumë shpesh. Diklofenaku, ibuprofeni din të shkaktojnë ato gjakosit e vogla në stomak dhe pastaj shkaktojnë ulqera në stomak dhe kjo pastaj çon përdorimin e barnave kritikisht tjera dhe këtu pikërisht tu fillon problemi. Ndoshta prej një ibuprofeni zgjidhet një problem afatgjatë me stomakun që besoj shumë prej nesh kemi probleme të shpeshta. Kjo është shumë e vërtetë. Madje njëra prej problemeve më të mëdha më duket po vazhdon të jetë përdorimi i panevojshëm në shumë raste i antibiotikëve. Lauret, çfarë pasojësh mund të ketë kjo të shëndetit individual por edhe publik? Përdorimi i panevojshëm i antibiotikëve kam përmend shumë herë që është një sfidë për të gjithë ne, sa ai nuk prek veç individin, por e prek gjithë shoqërinë. Shpesh pacientët marrin antibiotikun pse ju ka mbet nga hera e kaluar ose pse ata mendojnë që i kanë simptomat bakteriale. Jo çdo ftofje, jo çdo grep, jo çdo rrjedhje hundësh është një simptom bakteriale, shpeshherë këto janë simptoma virale të cilat asnjëherë nuk trajtohen me antibiotik dhe kështu që krijohet rezistenca në antibiotik, e cila besoj ka prekur shumicën prej nesh. Dhe është e dhëmshme me pa një antibiogram i cili krejtësisht në fund bëhet, një analizë për të parë se në cilët antibiotik një bakteri është rezistente, është senzitive dhe është që është një person rezistent në shumicën e antibiotikëve. Aq më tepër kur kjo ndodh tek fëmijët, sepse prindërit shpeshherë marrin vendime të ngutshme për fëmijët e tyre, duke marrë një antibiotik le ta kem aty, mos t'i kaloj infeksionin në mushkëri, infeksioni nuk kalon prej një organi ose një organ tjetër, mirë po ai duhet menaxhohet me antibiotik nëse është e nevojshme të përshkruar prej mjekut. Pra rezistenca është problemi madhor sepse ndoshta për infeksione shumë të vogla, të cilat ne kemi më pas nevojë mi trajtu në të ardhmen nuk do të kemi antibiotik i cili do t'i trajtojë. Kështu që duhet të ndalet kjo prej dhënjes pa recetë, përdorimi pa recetë, vetëdijsimi i publikut, duhet të gjithë ne së bashku, qoftë profesionistët shëndetësorë, institucionet, mediat, edhe pacientët duhet të edukohen që këto barna sot i merr, ndoshta ta bëjnë një zgjidhje të menduar afatshkurtër, mirë, por ne duhet të mendojmë afatgjatë për përdorimin e barnave. Është shumë e vërtetë. Te antibiotikët unë kam lexuar që ka shumë pasoja.
ndoshta edhe njerëzit nuk lexojnë, nuk hynë më thellë dhe nuk e dinë se çfarë ndodh me organizëm kur ata marrin një antibiotik. Njëra prej pasojave është edhe shkatrimi i ADN-s. Edhe jo, florës po edhe i ADN-s atij personi. A mundesh me na i numëru disa prej pasojave kështu që shkakton antibiotikun në mënyrë që njerëzit të marrin informacionin? Pasoja kryesore është që merret gabim kur merret te gripi dhe ftofja, gjithsesi që duhet të bëhet vlerësimi, thash prej anës. Ai bën dëm edhe kur merret me qëllim të plot. Padyshim, sepse rezistenca në antibiotik përhapet te secili prej nesh, nuk zgjidh persona, kështu që ajo është problem global. Rezistenca është problemi kryesor, sepse ndoshta edhe për një prerje të vogël që ne kemi pas nevojë për antibiotik, nuk do të kemi më tutje antibiotik ta mjekoj. Pastaj kemi çrregullimin e florës zorëve, shpeshherë antibiotik që rregullojnë florën e zorëve, e merr antibiotikun për një infekcion, e krijon një problem tjetër, siç është ndoshta një barkëqitje ose mosmarrja e probiotikëve bashkë me antibiotikun. Edhe problemet e tjera, shpeshherë mos ta harrojmë edhe problemin e alergjisë në antibiotik. Jo çdo pacient e din nëse është ose nuk është alergji në një antibiotik, sidomos në penicilin. Në vende tjera ekzistojnë kartela, të cilat vetë pacienti ja ofron profesionistit shëndetësor dhe në cilën shkruan se në cilat barna është alergji ose jo, prenton e dinë edhe para luftës tek ne kanë qenë ato kartelat e tilla, mirë po shpesh herë ndodh që pacienti është alergji në penicilin, pëson shok anafilaktik dhe nuk e din që e ka prej antibiotiku dhe këto janë çështje që pacientin mund ta humbim shumë shpejt. Nëse nuk qaset shumë shpejt në institucion shëndetësor për të marrë terapinë e caktuar, ne mund ta humbasim pacientin. Andaj këtu është përgjegjësia e përbashkët. A duhet me duru dhimbjen lauret apo duhet, si më thonë, me marrë një hap, edhe antibiotik çfarë do qoftë? Duhet me duru dhimbjen, me pas nëse dhimbja nuk kalon për një ditë, 2 ditë, atër patjetër që duhet një konsult me mjekun. Nëse është një dhimbje e cila e dim që rrjedh prej një temperature të lartë ose një ndryshime natyrshme ose ushqimit ose ndoshta edhe ndryshime klimatike ose ne kemi pas një dhimbje më herët cilën e kemi trajtuar. Për shembull, në këtë diellin sot që kemi 35-6 gradë Celsius, nëse i ekspozohemi rrezikave të diellit, kur kthehemi në shtëpi në hije, logjikisht kemi pas një rëndes, një dhimbje apo jo. Ajo shpeshherë kalon me pushim. Shpeshherë dhimbja e kokës, sidomos në këtë kohën me temperaturat e larta, shumë lehtë menaxhohet edhe me rehidrues. Me thonë janë rehidrues janë kripra të cilat i merr organizmi jonë dhe i zaventson me kripra të cilat ne i humbasim qofër mes djersës, qofër mes proceseve natyrore fiziologjike dhe me një rehidrues shpeshherë na kalon një dhimbje kokës ose me një pushim ta zëm një orë. Kështu që jo gjithmonë duhet filluar me një tabletë. Nëse një dhimbje është pulsatile dhe normalisht që duhet kërkoj një trajtim më të afërt mjekësor nga ana e mjekut, sepse thamë që jo çdo dhimbje vjen prej është e një natyre. Dhimbja mund të jetë prej natyrave të ndryshme. Po edhe zakonisht analgjetikët, siç thatë edhe më herët, dinë ta fshehin smundje të tjera, probleme më të mëdha. Po ne do të thonë secili që jap një barë duhet ta informoj pacientin. Nëse nuk kalon për kaq, barnat që ne mund t'i japim pa recetë, atëherë duhet të konsultohesh me mjekun. Domethënë ekziston një periudhë kohore që nëse për një ditë, 2 ditë vazhdon ajo dhimbje, patjetër që duhet një konsult më e thellë me mjekun. Me pas problemi, po. Shpeshherë kanë ardhur pacient barnatore dhe kanë kërkuar një analgjetik ta zëm, kam dhimbje mbrapa kokës. Kemi marrë një tensiometri, kemi marrë tensionin, për të shohim dhe kemi pa që ka një hipertension arterial super të rrezikshëm. Domethënë është zbuluar një shkak që ai as nuk e kishte menduar më parë, se ndoshta as nuk ka pas hipertension më herët. Dhe ajo është një emergjencë që duhet të vlerësuar prej mjekut dhe duhet vazhduar me barë antihipertensive. Pra, edhe farmacisti duhet ta luajë atë rolin këshillues, duhet i bëj pyetje të duhura dhe jo vetëm ta jap barën edhe të mos jap asnjë këshill të duhur mjekësore. Edhe pse pacientët asnjëherë nuk mund t'i vënë në faj, sepse pacienti qaset në një barnatore, ajo barnatore ta zën nuk ja jap antibiotikun. Por ai pacienti din që barnatorja pranë ja jap antibiotikun dhe kjo formë e mos informimit të drejtë ose mos mbrojtjes së drejtë një profesionisti që në keq informim të pacientëve sepse ose në keq edukim të pacientëve sepse pse po bën këtu ta marrë këtu mos të marrë. Atëherë bie që profesionisti i parë nuk dëshiron ta ndihmoj pacientin. Kështu që duhet të bëhet një
spari një edukim i stafit shëndetësor, i farmacistëve, i mjekëve në përgjithësi, pastaj i pacientëve. Nuk përcjellte pacientët, po. Laurit, sa të rëndësishme janë për shembull kombinimet e barnave me njëra tjetrën ose edhe me suplemente ushqimore? Realisht, për shërët e ne ndodhë polifarmacia, që është përdorimi 5 ose më shumë barnave njëkohësisht. Besoj që shumica pacientëve vinë dhe thonë unë e përdori vetëm këtë barë për hipertension, një për dhimbje, dhe kur janë nxjerrë edhe listën e suplementeve që i ka, del që i përdorë 10 produkte, ndoshta me një listë dhe thotë se pas kam ditë sa shumë përdori. Gjitha ato që hyjnë në organizëm, gjitha cilësohen si barë, sepse gjitha e ka një substancë aktive. Edhe suplementet. Edhe suplementet, edhe vitaminat, edhe se cila përmendëm ma herët vitaminën B6 para programit, edhe vitamina B6 ndoshta është prej vitaminave që ka përdorim shumë të madh, e gjejmë edhe në ushqimet ndryshme, në pjesë multivitaminave dhe shpesh herë ajo din të shkaktoj neuropati shqetësore, din të shkaktoj mpirje, therje, domethënë din të jap edhe efekte të kundërta të saj. Po ashtu kemi një numër të madh të barnave që ndërveprojnë me suplemente. Andaj çdo farmacist i cili punon në barnatore dhe duhet t'ia kushtoj kohën e mjaftueshme një pacienti, tashme me qenë se është bërë edhe nivelizimi çmimeve dhe pacientët duhet të kërkojnë atë farmacistin që ju jap sqarime më të thella rreth barnave, ai duhet ta bëjë një vlerësim të gjitha barnave që i merr pacienti, qoftë tabletave, qoftë suplementeve, qoftë barnave që i ka kronike dhe të shohë nëse ekziston ndonjë ndërveprim mes tyre, ndonjë efekt ansor, sepse ndoshta pikërisht është duke rilindë një problem i shëndetësor nga këto kombinimet jo të duhura të barnave. Kështu që gjithmonë duhet të bëhet rishikimi profesional dhe pacientët duhet të jenë të hapur, sepse shpesh herë hezitojnë t'i tregojnë gjitha ato barna të cilat i përdorin në shtëpi dhe duke i pyet thonë po edhe këtë e kanë parë në Ana shembull, Laurit e kita shembull shumë të mirë. Po e kanë marrë për shembull e ka pa në TikTok një video me një produkt cilin e reklamon një profesionist shëndetësor dhe vjen dhe thotë këtë jam duke e përdorë dhe e shet që është një berberin e cila i ka ndërvepruar me barnat e diabetit dhe ja ka ulë shumë diabetin, vlerën e sheqerit në gjak dhe vazhdimisht ka qenë keq se po mbjen sheqeri shumë, më mi hek çto barna e në fakt ka qenë vetëm prej suplementit, një produkt që e ka marrë pa recetë. Ka dhe shumë tjera, mirë po nuk janë gjithmonë, e kanë atë frikën se ndoshta dhe qasja e profesionistit dallon prej profesionistit, e kanë atë frikën se çka më thot tash kur t'ju tregoj gjitha barnat, po që janë duke i përdorur mirë, po është në të mirën e tyre, kështu që çdo barë që e përdorin. Jo, ndoshta edhe te kjo duhet me rreteni pak më shumë se njerëzit e kanë një shtresë, edhe gjenerata vjetër që i besojnë çdo që shohin në rrjetet sociale, edhe në TikTok edhe në rrjetet tjera sociale, edhe një produkt për eshtra, një produkt për ashtu, edhe vinë mandej ose edhe i porosisin besa. Ka mundësi edhe mi porosit online, ose edhe mandej disa për suplementeve, ose edhe në banatore. Po, dhe shpesh herë vjen bëhet grumbullimi se cila prej tyre mund të ketë kalcium, mund të ketë magnezium edhe arrihet deri te mbidozimet me këto suplemente të cilat dinë të shkaktojnë gurë veshka, dinë të shkaktojnë hipertension, të problemet të cilët aq më tepër të një problem të një person hipertenziv shkaktojnë rritje më theksuar të tensionit në gjak. Kështu që pak prej kalciumit aty, pak nga ushqimi, e zëm bëhet krijohet një dozë shumë e lartë e kalciumit ose e magneziumit ose suplementeve tjera aditore dhe ata nuk e shohin që prej gjitha këtyre janë të i marrë ndoshta prej 10 produkteve, janë të i marrë suplementet e njëjta, veç të kompanive të ndryshme. Jo, edhe të produktet, edhe vitamina, se kanë herë është një farë mbi vlerësimi më duket për disa prej këtyre suplementeve, qoftë vitamina, qoftë nuk e di minerale të ndryshme, ose për shembull janë disa prej këtyre vitaminave edhe mineraleve që janë kështu sezonale, shumë të popularizuara. Kolagjeni, se dia u zbe pak. Ky populariteti jashtëzakonshëm i kolagjenit. Domethënë, s'ke pas pse ose edhe po vazhdon. Po ndoshta me një ritëm pak më tul, s'ke pse me hap rrjetet sociale prej reklamave nga të kolagjenit. Pra njerëzit e shohin dhe thonë, okay, po i bën mirë atij asaj, hajde shkojtë marrë dhunën një diçka të tillë. Pra, a bëjmë edhe këtu gabim? Gabim është, sepse normalisht e mora kolagjeni, po në një rast tjetër një vitamin tjetër. Jo vetëm persona të cilët paguhen për të bërë reklama të tilla, mirë po shoh edhe shumë farmacistë, shoh edhe mjek që i mbivlerësojnë këto produkte, edhe në fakt këto asnjëherë nuk i zëvendësojnë
produktet natyrale që ne i marrim, kolagjeni natyral që ne i marrim. Mirë po kolagjeni me kalimin e moshës vetvetiu ai do të harxhohet. Edhe realisht nuk mund të ripërtrihet me në organizmin tonë, sepse është një proteinë e cila harxhohet me kalimin e moshës. Edhe sa të që marrim ne, përthithja e tij është shumë e vogël. Gjithsesi që nuk kemi me arrit atë kolagjenin që na duhet në organizëm. Po ashtu edhe për shumë produkte të tjera, kështu që duhet të jemi më për tokë kur i reklamojmë produktet e tilla, mos i mbivlerësojmë dhe mos të shohim vetëm të shesin, mirë po, sepse shpeshher jemi duke i dëmtuar pacientët dhe shpeshher pacienti e merr një herë, ai ka 30 qese, nuk mund të ndikoj asgjë nëse përdor një muaj, tazëm, dhe asnjëherë nuk e vazhdon dhe këtu e ndërprehet. Automatikisht humbet një klienti, një produktit të tillë, sepse nuk e çon mjekimin deri në fund tazëm. Edhe shumë produktet e tjera edhe për vitamina për këto gjëra duhet me u konsultu me profesionistin shëndetësor. Patjetër, edhe pse fatkeqësisht edhe barnatorët tona secila prej kompanive i ka kriju ato brendet e veta dhe në momentin që një pacient ai shihet si diçka që duhet i propozu, ja shit patjetër mos me lëshu një pacient, po jo çdo pacient i humbur është një pacient, një person që ti është dash patjetër të japësh barna, kështu që profesionisti vërtet duhet të jap këshillën para barit, sepse një këshill është shumë herë me vlerë se sa një barë, se ai pacient mandej asnjëherë nuk ka me të ndru nëse ja jap një këshill të duhur ose një sugjerim të duhur. Absolutisht. Çfarë roli ka farmacisti te kjo pjesa e vet mjekimit, Lauret? Si duhet ndikojë ajo, ose si duhet të kontribuojë në vetëdijsimin e pacientëve? Fillimisht farmacisti duhet jetë i edukuar vet. Jo, nëse një pacient... Jo biznesmen. Nëse një pacient vjen dhe i ka 5 kuti të barna me cilat ai i ka përdorur shumë vite më parë, ose mendon që kanë mi bo mirë, ta zëmë edhe qetësust, sepse edhe këtu është një problematik shtesë, atër farmacisti është pikërisht ai që duhet ta ndalë këtë vetë mjekim. Nëse jo pacienti vetë, pa farmacisti duhet ja bëj pyetjet e duhura, pse përdor këtë barë, që sa kohë e përdor këtë barë, a përdor barna tjera aktualisht, pse po mendon që ki nevojë për këtë barë. Realisht duhet jetë ajo qasja, impakti i parë duhet jetë shumë pozitiv me pacientin, jo i egër, sepse shpesh herë shoh farmacistë cilët e kanë atë qasin, thuaj se pacienti duhet i di të gjitha. Pse ti di pacienti të gjitha? Jo jeni aty dhe ju duhet të japni më të mirën ka ana profesionale. Ama ai farmacisti që punon aty diku mbrapa e ka pronarin. Po. Edhe ai pronari është interesuar veç me shit barna, jo me dhënë këshilla. Pra, kjo është ajo si ana njerëzore dhe profesionale me përzierjen e biznesit. Po saktësisht, agron mirë, po këtu në këtë pjesë duhet rregullohet me ligj se jo çdo person, jo çdo individ duhet të ketë barnatore. Biles më ranë sy në Austri kur isha të vllau, janë të njëjtat barnatore, tha prej që ko marrë dhe në këtu që sa vite, nuk hapën barnatoren çdo cep, jo çdo kush me mendu barnatoren si biznes, pse i ka një shumë të holla me hap një barnatore, dhe nëse kjo është rregulluar që farmacisti me qenë pronari i barnatores, si besoj që duhet të bëhet, dhe ai pastaj e vlerëson mirë pacientin si duhet të jetë, sepse i merr gjitha përgjegjësitë vet edhe si biznes edhe si farmacist. Kështu që biznesmeni që hap një barnator, ai normalisht që ka me pa në fund të ditës se sa ke bërë pazar, apo sa ke bërë shitje. Kështu që shpesh edhe farmacistët të tillë të cilët punojnë në vende të tilla ndihen presion, mirë po nuk them që i arsyetoj, sepse kjo është zgjidhje personale. Na meti me fol po në një rast tjetër me Lauretën për ChatGPT, se njerëzit kanë përshtypjen që e pyesin ChatGPT. Gjithë po e pyesin për gjithçka ChatGPT. Atë kemi folur ChatGPT dhe farmacia. Patjetër. A ka një interaksion ko? Ka interaksion shumë të madh. Që pyesin aty për aty, ja veç tash e marrin përgjigjen prej te edhe e vërtetojnë për ChatGPT. Janë të varur, a? Po, shpesh e them rregull, po ku do ta gjeni për të marrë përgjegjësitë kur t'ju ndodh diçka, sepse ai nuk ka përgjegjësi. Veç që thotë bëj edhe një pyetje tjetër, si ndodh zakonisht. Lauret, sa flasim bashkë, mësojmë diçka të re. Jo vetëm ne, por unë mendoj që kontributi është shumë i madh edhe të shikuesit dhe të ngritjave dijes së tyre. Kjo është shumë e rëndësishme. Faleminderit shumë. Edhe mos e harroni njerëzorën, domethënë pavarësisht çfarë profesioni bën, anën njerëzore bëni, pra anën njerëzore mos e harroni sepse kjo është më e rëndësishme. Ato para sot mund t'i keni, nesër mund mos i keni pak rëndësi. Edhe ato mund të vinë në mënyrën e duhur. Absolutisht, veç bëjeni në mënyrën e duhur. Ashtu. Kjo është e saktë, po. Hajde kemi edhe edicionin informativ të orës 8, rikthehemi vetëm pas pak.